Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Tale në orët e para të mëngjesit të datës 1 qershor. Pjetër Kaza, 57 vjeç, u ekzekutuar me armë zjarri në oborin e banesës së tij në momentin që po kthehej me automjet rreth orës 1:00 pas mesnate. Trupi pa jetë u gjet nga bashkëshortja e tij rreth orës 5:00 të mëngjesit. Nga hetimet paraprake dyshohet se vrasja ka ndodhur për motive gjakmarrje, pasi viktima është antar i një familje që ka humbur 2 vëllezër të tjerë në rrethana të ngjashme. Njëri prej vëllezërve të tij u vra në Belgjik një vit më parë, ndërsa një tjetër para 3 vitesh në Shqipëri. Pjetër Kaza punonte në minierën e Spaçit dhe ishte kthyer në banesë pas turnit të natës. Ekzekutimi dyshohet se është kryer nga persona që kanë ndjekur dhe vëzhguar lëvizjen e tij përpara se të hapnin zjarr me armë zjarri në momentin që ai po hynte në obor. Ngjarja mendohet të jetë pjesë e një zinxhiri të gjatë hakmarrjesh që nis që prej vitit 1994 me vrasjen e Ndue Kazës si shef i krimeve në qytetin Rrëshenit. Në ngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat e policisë vendore, të mbështetura nga forca kombëtare të sigurisë dhe njësia e Shkodrës, ndërsa është ngritur një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë. Aktualisht po mblidhen prova dhe po merren në pyetje familjarët e viktimës dhe banorët të zonës.